4 gusht. Nuk ka asnjë vend ideal, por do të vite ju kur të kaloj nëpër Maqedoni, sepse kaloj nëpër Maqedoni. Dhe ndoshta do të rri me ju, ose edhe do të dimëroj që ju të më përcjellni kudo që të shkoj. Por do të rri në Efes deri për rrëshaj, sepse më është hapur një derë madhe dhe vepruese, dhe kundërshtar ka shumë. 1 Korintasve 16, 5 deri në 6 dhe 8 deri në 9. Ka shumë arsye për ta admiruar apostullin Paul, mirë po ja ku është një që përmendet fare pak. Ai gjithmonë planifikonte për të ardhmen. Ai nuk linte asgjë pa konsideruar. Ai ishte si një general që e studionte hartën në komandën e betejës dhe thoshte: ku mund të përparojmë tani? Ku mund t'i dërgojmë trupat të tjerë? Ku mund të shkojmë dhe ta gjejmë armikun? Për shkak të ambicjes së tij të drejtë, ai nuk rehatohej në një vend për shumë kohë. Ja se çfarë mund të mësojmë nga Pali. Nuk ka asnjë vend ideal ku mund t'i shërbejmë Perëndis, por gjithmonë mund t'i shërbejmë atij aty ku ndodhemi. Në letrat e tij, Pali shkruan për shërbese në vende kaq të largëta si Efesi, Maqedonia, Korinti. Mirë po, pavarësisht nga gjeografia, ai kuptoi se gjithsa duhej të bënte, ishte të ungjillëzonte jo besimtarët dhe të inkurajonte të krishterët. Kur shërbesa e tij përmbushej në një vend të caktuar, ai e dinte se ishte thirrur të shkonte diku tjetër. Pali nuk shqetësohej për rehatin ose volin. Ëndra e tij nuk ishte të banonte në një kasole të vogël buzdetit Adriatik, ku të kalonte vitet e pensionit të tij. Edhe kur ai mund të thoshte: më është hapur një derë e madhe dhe vepruese, ende kundërshtar kishte shumë. Ai i pranoi sfidat ndërsa ato vinin dhe e konsideroi kundërshtimin si një privilegj të madh dhe jo si një pengesë. Shumë prej nesh janë kushtëzuar për të besuar se po të jemi në përbashkësi me Perëndin dhe po të jemi me të vërtet në vendin ku duhet të jemi, jeta do të shkojë vaj. Ky mund të jetë një nocion bizotërues, por është gjithashtu jo biblik. A mendojmë me të vërtet se mund t'i bëjmë ballë Satanit dhe të mos bëhemi shënjestër e shigjetave të tij të zjarta? A mendojmë se mund ta pushtojmë territorin e armikut dhe të mos përballemi me kundërshtim? Nuk jemi thirrur për të qenë njerëz që jetojnë plot vetkënaqësi në komunitete të këndshme dhe të rehatshme të krishtera, të cilat nuk e njohin kundërshtimin. Është e mundur që ta ftohim zellin e dëshmisë son aq shumë sa të bëhemi të paefektshëm për Krishtin. Mirë po, nuk ka pse të ndodhë kështu dhe as nuk duhet të ndodhë. Të njëjtat kushte me të cilat u përball Pali na rrethojnë edhe sot. Idhujtaria, imoraliteti seksual, racizmi, urrëtia fetare dhe shumë ligësi të tjera. Pavarësisht se ku ju vendos Perëndia, ju keni mundësi për t'i shërbyer mbretërisë së tij edhe në mes të kundërshtimit. Siç tha dikur edhe miku im i dashur, Erik Alexander, nuk ka asnjë vend ideal ku mund t'i shërbesh Perëndis, përveç vendit ku të ka vendosur ai.